Lidhja nëpërmjet zorrëve dhe sistemit kardiovaskular përbën një nga boshtet më të rëndësishme të fiziologjisë moderne, i njohur si boshti zorr-zemër, integriteti i mukozës intestinale, ekuilibri i mikrobiotës dhe funksioni normal i enterocitëve ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e enëve të gjakut dhe të zemrës. Një nga molekulat më të rëndësishme në këtë lidhje është citrulina. Ajo sintetizohet kryesisht nga enterocitët e zorrës së hollë, veçanërisht në jejin dhe ileum, nga glutamina, glutamati dhe prolina. Pas prodhimit, citrulina kalon në qarkullimin portal dhe më pas në veshka, ku zhderot në larginin, aminoacid kryesor që përdoret nga enzima, nitrik oksid suntaz, për prodhimin e oksidit nitrik. Oksidi nitrik është një molekull thelbësore për relaksimin dhe zgjerimin e enëve të gjakut, ruajtjen e elasticitetit të artierëve, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, frenimin e grumbullimeve trombociteve, uljen e inflamacionit dhe stresit oksidativ në endotelinit vaskular, mbrojtjen ndaj zhvillimit të ateroskllerozës dhe proceseve kalcifikuese të mureve arteriale. Mirëmbrëma të dashur miq nga televizioni i NTV. Si jemi në këtë mbrëmje, disi të nxehtë dhe temperaturat janë pak të larta jashtë dhe tani në mbrëmje. Dua të flas sot për një temë shumë të rëndësishme ku do të bisedojmë pak në lidhje me zorët dhe me zemrën. Pra përsëri ne nuk do të përqendrohemi dhe nuk do të flasim për gjëra të ndryshme ose për gjëra të cilat janë që nuk na përkasin në temën ose në pjesën e emisionit, por do të përqendrohemi në një lidhje të veçantë dhe pak a shumë misterioze dhe unike. Dhe në shumë emisione që unë e kam përmendur, siç edhe ju më keni ndjekur për gjatë gjithë vitit të emisionit Box Shëndeti, që kur e kemi nisur në shtatorin e vitit 2025 dhe deri tani ne pothuajse fokusin kryesor kemi pasur zorët. Pra nuk kemi bërë absolutisht në thonjza pjesën e gjithologut që mund të kemi përfshirë gjëra të kancerit ose lidhjet për kancerin, trajtimet kancerit, absolutisht to tematika sepse patjetër që nuk i përkasin tematikave ose dhe rrënjëve të emisionit. Por ne jemi përqendruar më së shumti tek funksioni i zorëve se si lidhen ato me organet e tjera, pra tek mirëqenia e funksionit të tyre. Dhe sot unë do të flas për një aminoacid ose për një molekul e cila ndodhet naturalisht ose në mënyrë natyrore tek shumë lëndë ose tek burimet ndryshme ushqimore. Dhe ndonë se tani në stilin e verës, nevoja jonë e parë ose më kritike dhe më imediate është patjetër konsumimi i lëngjeve dhe i ujit, ku këtë e theksojmë përsëri dhe jo vetëm për ne, por është e mira që dhe për krijesat e tjera të vendosim një tas me pak ujë për të hidratuar sadopak edhe krijesat e tjera që janë atje jashtë. Unë duhet të flas dhe të ndaj pak me ju një informacion pak a shumë misterioz dhe unik, nuk e kemi thënë asnjëherë tjetër. Çfarë është citrulina? Citrulinën pothuajse se kemi thënë asnjëherë në titujt e emisionit dhe nuk e kemi biseduar. Do të ndalem pak tek inflamacioni intestinal dhe tek lidhja midis zemrës. Çfarë lidhje ka zemra me zorët? Pra, ku është zemra? Zemra është në pjesën e drasës kraharorit në strukturën e mediastinit, ndërsa zorët janë një organ pothuajse shumë larg nga zemra dhe që janë të largta ose janë në distancë midis njëra tjetrës. Tani unë do të ndalem pak te citrulina. Citrulina është një aminoacid jo proteinogenik, nuk përdoret për ndërtim të proteinave, por është një aminoacid i cili përdoret për ndërtimin dhe për formimin e argininës. Arginina është ai aminoacid i cili përdoret edhe për të bërë të mundur që amoniaku të konvertohet në ure, pra ndërhyjë në ciklin e ures dhe ndihmon mëlçin, dhe nga ana tjetër përdoret edhe për të formuar oksidin nitrik. Citrulina vetë ndodhet tek bostani, ndodhet tek piepri, tek panxhari, tek karrota, tek patatet e ziera, tek frutat cilat janë me atë nuancën e errët, siç janë boronicat e egra, siç është panxhari, siç janë manaferat, të cilat janë shumë të rëndësishme. Por citrulina nivele më të larta është tek bostani dhe tek piepri, të cilat janë frutat më të rëndësishme të stinës së verës. Tani ndalemi pak tek lidhja midis zorëve dhe zemrës. E kemi thënë dhe kemi theksuar në shumë emisione se inflamacioni intestinal është armiki i enëve të gjakut. Pra, armiku i enëve të gjakut është inflamacioni intestinal. Po si ta dallojmë ne këtë gjë? Dhe do thonë ju me ide ose me një logjik racionale, po ç'po flet ky? Çfarë është kjo citrulina dhe si lidhet kjo me zemrën? Domethënë ç'pun ka një molekul që prodhohet nga zorët, që ajo ndikon në funksionin kardiovaskular dhe në shëndetin e zemrës. Pra në elasticitetin e endotelit, i mban enët e gjakut të elastike, i mban enët e gjakut hidratuar. Atëherë,
një aminoacid që quhet glutamina tek enterocitet e zorës së hollë, atëherë këtu kemi barierën intestinale. Bariera intestinale janë e gjithë shtresa e qelizave sekretuese, të cilat bëjnë të mundur prodhimin e peptideve ose prodhimin e molekulave të ndryshme. Këtu tani, zora e hollë tek qelizat e saj ka një aminoacid që ne marrim nëpërmjet produkteve shtazore që quhet glutamin. Glutamina është aminoacidi ose quhet edhe lënda ushqimore ose karburanti parsori enterociteve. Glutamina nëpërmjet mitokondrive të enterociteve konvertohet në glutamat nëpërmjet glutaminazës mitokondriale. Glutamati nëpërmjet enzimës së sintetaz 5 karboksilazës konvertohet në pirolin 5 karboksilat. Pirolin 5 karboksilati nëpërmjet ornitin aminotransferazës, ja ku e kemi. Pra enterocitet janë qelizat e zorës së hollë dhe janë disa qelizat të cilat bëjnë të mundur prodhimin e peptideve antimikrobiale, bëjnë të mundur përthithjen e lëndëve ushqimore, kanë aty brenda peptidaza, kanë disa transportier, i madje kanë dhe disa sensor viral të inflamacionit të varur nga acidi retinoik. Dhe një ndër funksionet më të rëndësishme të enterociteve janë se ato prodhojnë një molekul që ndikon drejt për së drejti tek funksioni i zemrës, pra tek elasticiteti i kapilarëve të gjakut, kryesisht i arterieve. Enterocitet nëpërmjet glutaminës që ne marrim nga ushqimet, ato e konvertojnë në glutamat. Dhe më pas glutamati me anë të enzimës së sintetaz pirolin 5 karboksilazës e konvertojnë në pirolin 5 karboksilat. Pirolin 5 karboksilati me anë të ornitin aminotransferazës konvertohet në ornitin dhe ornitina bashkohet me karbamilfosfatin për të formuar citrullinën. Pra citrulina 90% formohet tek zora e hollë. Citrulina është molekula pararendse që bën që të formohet arginina. Dhe citrulina është shumë e veçantë, molekullë shumë unike, ja ku e kemi, pra pasi formohet, këtu e kemi me studim shkencor, artikull shkencor, evidenca shkencore, që mos thonë disa që ja doli dhe po flet sipas kokës tij ose sipas mendimeve të tij. Për gjatë gjithë vitit, ndonë se ne këtu e kemi theksuar emisionin se ka të bëj vetëm me pjesën e mirëqenies së zorëve, të sistemit të retës dhe këshillat ushqimore që kemi lidhur me organe të ndryshme që funksioni i tyre është pothuajse jetik. Dhe glutamina konvertohet në glutamat. Dhe këtu tani nga zora e hollë del citrulina. Citrulina është ky aminoacidi që shërben që të prodhohet oksidi nitrik. Ja ku e kemi. Citrulina në veshk me anë të disa enzimave kryesore, të cilat quhen argininosuccinatoliazës, konvertohet në arginin. Pra citrulina me anë të argininosuccinatoliazës në qelizat e tubulave proksimal të veshkës konvertohet në arginin. Dhe arginina del në qarkullimin sistemik dhe bën të mundur që endoteli, pra këtu kemi citrulinën, citrulina konvertoj në një lëndë tek pjesa e veshkës me anë të argininosuccinatoliazës dhe jepte pjesën e argininës, ja ku e kemi. Arginin. Pra citrulina e cila formohet si fillim nga zorët, ajo në veshka konvertoj një arginin. Më pas, arginina, e cila është një aminoacid shumë i rëndësishëm, është një aminoacid i cili përdoret edhe për të konvertuar dhe për të kthyer amoniakun në ure tek qelizat e mëlçisë, nga ana tjetër përdoret si një molekul ose si një aminoacid që kapilarët e gjakut, arteriet, arteriolat, ose qarkullimi sistemik duke përfshirë dhe elasticitetin e miokardit, ose shtresës perikardiale që është cipa e zemrës, sikurse dhe oksigenimin drejt për drejt të arterieve koronari bën që t'jenë elastike. Ndaj dhe thuhet që bostani, pieprit tani janë shumë të shëndetshëm, sepse 90% e tyre është ujë dhe është iracionalitet, pra është diçka jo e vërtet që të thuash që bostani, piepri ose frutat cilat janë të pyllit janë të dëmshme. Jo, ato nuk janë as pak të dëmshme, sepse nëse dihet fiziologjia dhe nëse ato janë organike, pa pesticide, pa herbicide, janë lëndë ushqimore dhe janë produkte ushqimore shumë të rëndësishme. Dhe tani është shumë efikas marrja këtyre dy aminoacideve, pra citruline që formojnë 90% nga zorët, sikurse dhe kthimi i saj deri në oksid nitrik.
Oksidi nitrik çfarë është? Oksidi nitrik është ai gaz natyral që i mbante ente gjakut që të mos t'jenë rigide, pra mos të ngurtësohen. Oksidi nitrik çfarë bën? Bën të mundur që ena e gjakut mos ketë një ngurtësim aty, pra që mos t'jetë rigide. Dhe ajo formohet nga citrulina, citrulina në arginin, arginina me anë të qarkullimit ose transportimit tek ente gjakut konvertoi në oksid nitrik. Me anë të oksid nitrik sintazës. Ja ku e kemi këtu dhe pjesën e studimit, pra shëndeti endotelial. Oksidi nitrik nuk mbron vetëm trurin, nuk mbron vetëm zemrën, por mbron edhe trurin. Jo vetëm pjesën e trurit, por kudo ku ka enë gjaku në tru. Madje arginina dhe citrulin malati përdoret edhe për të mbrojtur shëndetin kardiovaskular. Pra sot janë akoma studime hipotetike, nuk mund të themi se janë studime dhe që duhen përdorur, që citrulin malat ndihmon dhe në aktivitetin e sportistëve, sepse aktivizon dhe protein kinazën, ose kinazat aktivizuar nga adenozin monofosfati, aktivizon dhe faktorin eritroid nuklear, që aktivizon dhe rrugët e glutationit të mieloperoksidazës, pra këto transkriptuesit të cilat qëndrojnë në citoplazm dhe në bërthamën e qelizës. Pra citrulina, e cila mos së shumti ndodhet tek bostani, tek piepri, tek kumbullat, tek kajsit, ndodhet tek panxhari, tek manaferat, tek luleshtrydhet, tek frutat të cilat kanë atë nuancën e errët, është shumë e rëndësishme sepse i mban ente gjakut të elastike, nuk lejon aty që të ketë rigiditet. Madje është edhe përkundrejt hipertensionit ose tensionit arterial. Prandaj nëse ne duam që të kemi ente gjakut të shëndetshëm, duhet që të bëjmë aktivitet fizik, duhet që të kemi një gjumë të shëndetshëm, patjetër ecjen siç e përmenda, dhe tani në stinën e verës konsumimi hidratimi, pra konsumimi i ujit i lëngjeve, të cilat janë më së shumti duhet jenë ujë dhe i frutave organike, jo lëngu i frutave në mënyrë të shtrydhur, por siç janë frutat në mënyrë organike. Janë te mase të rëndësishme sepse nuk e hidratojnë, pra nuk është vetëm hidratimi i trupit, por ato kanë dhe molekula ose acide fenolike, polifenol, ksantoni, iridoid, flavonolignan, të cilat mbrojnë drejt për së drejti shëndetin kardiovaskular. Dhe citrulina quhet edhe një molekul metabolike ose molekul e sistemit imunitar, sepse konvertohet në një gaz natyral që mbron drejt për së drejti ente gjakut. Sa më shumë citrulin, aq më jetë gjata, aq më i shëndetshëm është zemra dhe truri. Pra këtu kemi konvertimin se si citrulina, me anë të proceseve që unë përmenda, citrulina, arginina dhe oksidi nitrik, të cilat këto bëhen, prodhimi i oksidit nitrik bëhet në endotel, bëhet tek pareti vazal. Prodhimi i argininës nga citrulina bëhet në pjesën e qelizave ose te tubulat proksimale renal, qarkullimin sistemik konvertohet në oksid nitrik dhe citrulina zakonisht bashkohej me pjesën e karbamilfosfatit ose dërgoj në veshk. Prandaj, shëndeti i zemrës varet dhe ka rëndësi shumë të madhe që të zorët jenë të shëndetshme dhe varet shumë se si ne i kemi zorët. Pra funksioni i tyre është jetik që e kemi theksuar dhe vazhdojmë që ta ritheksojmë disa herë. Pra, citrulina është edhe si suplement që më së shumti përdoret për të mbrojtur atletët ose ata që merren me një sportist më të theksuar hiking dhe nuk i lejon që arteriet të ngurtësohen. Dhe është suplement akoma hipotetik, pra ka nevojë që të bëhen teza shkencore, studime shkencore dhe ndodhen në dy forma, ose arginin, por unë tek pjesa argininës, dimetilargininat unë nuk jam shumë, nuk i mbështes shumë argininën, unë mbështes më së shumti citrulin malatin në formë pluri që mund të merret patjetër me rekomandim dhe me këshillim të profesionistit shëndetësor, sepse nuk mund të përdoret sipas mendjes tonë dhe sipas mund ta themi ne ides tonë që na bën mirë për pjesën e trajnimit aerobik ose për gjatë gjimnastikës ose për gjatë palestrës. Duhet një këshillim mjekësor. Dhe këtu kemi dhe përfitimet e citrulin malatit, të aterosklerozës, që është përkundrejt dislipidemis, pjesës obezitetit. Ja ku jemi këtu, oksidi nitrik ndihmon pjesën e arterieve, dislipidemis, sikurse dhe oksigjenimin tek ente gjakut. Pra këtu kemi venën pulmonare, këtu kemi aortën, trunkun brachiocefalik, apeksin kardiak, këtu janë edhe valvulat pulmonare. Pra ndihmon në tërësi shëndetin kardiovaskular. Dhe citrulin malati është një suplement që ka përfitimet
shpejtime në shëndetin kardiovaskular. Por nëse ne gjatë thynës së verës hidratohemi siç duhet, konsumimi i këtyre produkteve ushqimore, krahas bostanit, pieprit, është e pasur dhe me citrulin, mos harrojmë edhe qepa. Edhe qepa tani në thynën e verës ka shumë rëndësi, që mund të jetë e gatuar, më së shumti mund të jetë edhe e kombinuar në sallatëra të ndryshme. Madje unë jam një person që dimër ver konsumimin e qepës nuk e ndaj, pothuajse 1 deri në 2 në ditë, nëse do më jepet mundësia, patjetër dhe majdanozi, pothuajse pak a shumë disa erëza gjatë ditës, ose pothuajse në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund të jenë çdo ditë, por të paktën 3-4 herë në javë ato janë të vazhdueshme. Të paktën qepa që është e pasur dhe me kuarcetinën, e kemi thënë që kuarcetina është e lëndë antivirale, antiinflamatore, stabilizonte dhe modulonte këto nuklear faktor KAP-B, ose pjesën e kinazave të aktivizuara dhe të aktivizuar nga receptorët e interleukinës. Prandaj, këto produkte ushqimore janë shumë të rëndësishme për shëndetin e zemrës. Sa më të shëndetshme të jenë zorët, aq më shëndetshme është edhe zemra. Janë dhe këto frutat e tjera që ne i tham, që është kajsia, që është kumbulla, që është nektarina, pothuajse patjetër edhe fikun që e përmendëm në emisionin para ardhës. Prandaj, sa më shumë ujë, aktivitet fizik dhe patjetër ecje në natyrë, tokëzim. Ecje, aktiviteti fizik, gjumi, ushqimi pakët, por i saktë janë anti-agingu organik edhe biologjik dhe nuk kemi nevojë për botoxe ose për gjëra të cilat janë jashtë proceseve biologjike. Prandaj, gjumi, aktiviteti fizik, ecja, ushqimi pakët, por i saktë. Nga unë miq Luciano Bardhi ju falenderoj dhe mos harroni që të hidratoheni në mënyrë të mjaftueshme. Natë mirë.